Sulmuesi i Kosovës Vedat Muriqi ka folur hapur për përjetimet pas humbjes në finalen e play-offit kundër Turqisë e zhvilluar më 31 mars në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Në një intervistë për Klan Kosovën, Muriqi tregoi se është prekur rënd edhe nga akuzat që ju bën në një tifoz i cili ia akuzoi për shitje të lojës, duke theksuar se e ka menduar edhe rrugën ligjore. Kur nuk kam reaguar për kritika, por për akuzat të këqija për një lojtar si unë, për një kosovar që e ka shpirtin deri në gjakun e fundit kosovar, që ka thënë shumë për shtetin e vet, që ka kontribuar në aspektin brenda fushës, por edhe jashtë fushës, që ka kontribuar familja vet që ka quar ushtar në UÇK prej familjes së Muriqve, unë s'di, o duhet me qenë një pashpirt, o provokatori serbis, u shpreh Muriqi. Sulmuesi foli dhe për përkrahjen e madhe që kombëtarja ka marrë pas arritjes në finale, duke thënë se mesazhet e vlerësimet në institucionet i motivojnë lojtarët. Kemi marrë shumë mesazhe, ka pas njerëz që edhe para lojës na kanë thënë që ju e keni arritur kulmin. Për finale ndodhi çka ndodhi, ju jeni zemra jonë, jeni krenaria jonë. Do me thënë kjo është diçka jashtë mase e mirë për neve, ka qenë kënaqësi që e kemi dëgjuar. Kemi shkuar dhe pas lojës, ish presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, e kemi marrë dhe medaljen për përfaqësimin e shtetit tonë. Këto janë gjëra të mira, këto personalisht edhe për mua edhe për bashkëlojtarët e mi, vetëm na motivojnë, tha Muriqi. Ai u ndal dhe gjendje emocionale pas finales, duke thënë se humbja ja ka shuar ëndrrën më të madhe dhe se për disa ditë nuk ka mundur të fle. Po fitoria ka qenë më rëndësi sepse erdha nga një kombëtare pas humbjes së Elçës që pata një penalti e humba në minutën e 92, ka qenë një ndeshje shumë rëndësishme për një pikë që kishte qenë edhe më shumë e rëndësishme. Erdhëm me fitoren e gjysmëfinale kundër Slovakisë, humbëm në finale, humbja e dëshirës më të madhe e jetës sime për 90 minuta shkoi. Kështu që u ktheva pas 2 ditë me Real Madridin duke ditur që nuk isha për lojë. Them se nuk isha për lojë, por normal jam lojtar profesionist dhe nuk guxoj që ekipi Majorka të ketë ana negative ta përjetoj dhe Majorka për shkallkun tim. Siç shkoi loja 1-0 ishim duke fituar, isha i lodhur dhe plani im me fol tret që me Real Madridin me fitu është vështirë, por thash varet prej rezultatit, më mirë me dal prej loje që mos me pas lëndime, tha fillimisht ai. Muriqi tregoi se shpërthimi emocional pas golit ndaj Real Madrid lidhej dhe me gjithçka që kishte kaluar ato ditë. Por si shkoi loja, si shkoi rezultati, ndjeja më shumë dëshirë kur barazuan në minutën e 89, thash se këtë vit filloi mirë, por ka me përfundu keq për mua. Por erdhi rasti dhe me një kundërsulm kur e pash topin, dëgjuajta, dhe është momenti kur e shoh topin që është futur në rrjet, ishte një gëzim edhe shpërtheva në lot me këto që kam përjetuar. Por veç ti edhe Zoti e di se çka përjeton brenda. Këto 2 javë, aq gjëra kam kaluar të rënda sa nuk di, shtoi ai. Muriqi theksoi se kampionati botëror me Kosovën ishte ëndra e tij më e madhe, ndërsa foli dhe për situatën familjare pas ndeshjes. Pas lojës, ditën e lojës, gruaja është dëpëruar, kur ka dalë ajo, kur e pati që ndodhi me lojën me Turqinë dhe ajo filloi të qante. S'ka mundur të flet 3-4 ditët e para, tash po e marr veten mentalisht, dëshira më e madhe jetës ime shkoi, por duhet të vazhdojmë. Unë kam shënuar dhe Barcelonës dhe Real Madridit, por ndjenja kur shënoj me Kosovën kur nuk është e njëjtë dhe kur s'kam qenë e njëjtë pa marrë parasysh, përfundoi Muriqi. Ndërkohë, sulmuesi i Majorkës foli dhe për raportin me Mara Shkumbullën të ekipit spanjoll, duke thënë se janë shumë të afërt edhe jashtë fushë. Shumë mirë, tepër mirë kalojmë. Jemi një grup që në tavolinë gjithmonë kam qenë me Martin Valin dhe Antonio Sanchez dhe tani është bashkangjitur dhe Marashi. Kalojmë shumë mirë dhe jashtë fushës, takohemi shpesh, dalim bashk, dalim hajm trek. Dëshirojmë shumë, sidomos grupi jonë, në të tre që thash më herët, që Majorka t'ia marrë kontratën e Marashit dhe të vazhdoj kontratën me të, sepse kalojmë sa më shumë kohë, tha Muriqi. Muriqi ndërkohë ka hyrë në historinë e Majorkës duke thyer rekordin e golçënuesit më të mirë të klubit me 55 gola, duke lënë pas rekordin e mëparshëm që mbahej nga legjenda Samuel Eto'o.